Camilla rrëfem peshën e sekretit për kancerin e mbretit Charles. Doja me çdo kusht ta tregoja, por nuk mundesha. Për herë të parë mbretëresha Camilla ka rrëfyer sa e vështirë ishte për të mbante të fshehtë diagnozën me kancer të bashkëshortit të saj mbretit Charles përpara njoftimit zyrtar. Rrëfimi i saj është pjesë e një filmit publikuar për rastin e 30 vjetorit të magjisë organizat që mbështet pacientët me kancer. Camilla kujtoi vizitën e zhvilluar në 31 janar 2024 në një nga qendrat e saj kur ju desh të përmbahej që të mos zbulonte se Charles ishte diagnostikuar tashmë me kancer. Po digjesha nga dëshira për ta nxjerrë nga vetja, por sigurisht që nuk mundesha, tha Camilla gjatë bisedës me drejtuesit e magjisë Dam Laurle. Në atë periudhë, Charles po merrte veten pas trajtimit për zmadhimin e prostatës, ndërsa ndërkohë ishte zbuluar se vuante nga një formë e papërcaktuar kanceri. Buckingham Palace njoftoi pikërisht diagnozën 5 ditë pas vizitës së Camillës në 5 shkurt 2024. Sipas mbretëreshës, qëndrimi në qendrën e kancerit ishte veçanërisht prekës. Përballë saj kishte pacient dhe familjar që kalonin të njëjtën përvojë me cilën po përballej në atë kohë edhe familja mbretërore. Pothuajse thash diçka, por e kuptova se nuk ishte momenti, u shpreh ajo. Camilla tregoi se kjo përvojë ndihmoi të kuptonte edhe më thellë rolin e rëndësishëm që kanë qendra të tilla si për personat me kancer ashtu edhe për familjet e tyre. Duke përshkruar reagimin e Charles ndaj sëmundjes, ajo tha se ai nuk e lejoi diagnozën ta pengonte të përmbushte detyrimet publike. Asgjë nuk e ndaloi, ai thjesht tha, kjo është mënyra ime, kështu do ta përballoj, ka rrëfyer mbretëresha. Mbreti Charles ju rikthye angazhimeve publike në prill 2024, më pak se 3 muaj pas nisjes së trajtimit. Camilla shfrytëzoi gjithashtu këtë rast për të nënvizuar domosdoshmërinë e përkrahjes psikologjike dhe emocionale për pacientët me kancer dhe të afërmit e tyre. Ajo bëri thirrje që çdo spital të pajiset me një qendër të këtij lloji.